Përshëndetje, ky është Çasti i Dur. Mirë se vini në takimin ton të përditshëm në ekranin e Radio Televizionit Publik Shqiptar. Unë dhe Sergio Hajdini ju mirëpresim si gjithmonë. E kafshova pak mbi emrin tënd sot. O emocionova. Syri keq. Syri keq, duhet pak sy i keq për t'i patur gjithmonë gjërat me sportivitet. Si jeti, si ke qenë? Jam shumë mirë. Si je? Mirë jam. Sot në fakt do ta nisim bukur, do ta nisim me muzikë dhe ti tashmë e ke kuptuar kush është i ftuari, sepse po bëheshit gati pak më parë për ta nisur këtë moment të parë sa më interesant. Do nisim me energji. Ai është një nga ata që mund t'i quajmë Golden Boy në fakt, sepse të jetën e tij ja ka kushtuar muzikës, si këngëtar, si producent, si autor. I ka të gjitha. I ka të gjitha, realisht. Elementet që i duhet njeriu që merret seriozisht me muzikë. Është shumë e vërtet. Edhe jam shumë i lumtur sot që do të bëjmë një këngë të tij që ai ka bërë remake. Edhe shpresoj që t'ju pëlqejë. Po le të mos e zgjasim atëherë, ta ftojmë tani direkte këtu siç është me mua. Ai është zonja dhe zotrinj Big Basta ose Geraldi. Mirë se vjen. Mirë se gjeta. Oj, sa mirë se të saktoj prapë. Ko kisha shumë për parë. Hajde një septan që keni bërë një gjë gati, keni një gjë në mendje ju të dy. Po, kjo është ai varianti, në radh parë të falenderoj për atë intron për prezantimin e shumë e bukur. Se dia e meritoj të gjitha ato, po shumë faleminderit. Një Golden Boy, se ke tërë jetën tënde që i dedikohesh muzikës, produksioneve, ke shumë bashkëpunime. Në asnjë moment nuk e ndaluar së krijuari dhe unë mendoj që këto raste janë ato rastet e suksesit që njerëzit nuk verbohen, pra nuk i merr përpara, po gjithmonë kërkojnë dhe janë aty për muzikën e tyre, po dhe për produksionet e tjera. Kështu që besoj apo jo, Sergio, je dakord me ti? Është shumë e vërtetë atë po thoja, edhe ne me Gerin kemi bashkëpunuar dhe për disa gjëra të tjera dhe janë vërtet shumë në mood sot për të bërë. I thjesht Geri në bashkëpunim çfarë natyre është? Është super i thjesht sepse kur je artist normalisht duhet të jesh i thjeshtë dhe duhet të kesh një ndjeshmëri me personin që bashkëpunon, kështu që mendoj. Mo Geri, a ke munguar në fakt? Megjithatë tani të kemi këtu. Pse të na këndoni ju të dy? Tani kjo është një pjesë nga kënga ime që ka gati një vit që është publikuar, që është Tim ke braktis, pra përpunimi i këngës famshme të Rudolf Stambollës, Kur gjethet bjen në vjesht, dhe është varianti hip-hop, po sot në Sergio do ta bëjmë do bëjmë një version pak më akustik. Ja ta shohim një variant pak më akustik. Më të lehtë. Më të lehtë. Tamam si për Çastin e Dur, për ta bërë ndryshe. Tamam, Çastin e Dur. Pika loti të regojnë zemrën e coptume, ku i qove ti premtimet që premtume, dita më të madhe tjetës e harrumne, tani e dikuj tjetër o e malkume, a e din syn, a e din se mali për të zdume ma, a e din syn, a e din se ty ka me ta këthy a i lër, qofshin aram djenjat e mi, qofshin aram dinjat e mija. Sa rëthe me vete, haro gjitha, gjej një tjetër, pa që zgjej, sepse dashnia mu ka këthy në urejti. Du me këthy në vargje konge, po së ndalin letra, çdo fjali e myll pikpytje dhe nuk dali pjekur. Data dy korik i vetëm, djeli dishte pemën, kishim inicialet tona në me zemrën dhe shigjetën, se trathine ke talent, po unë ta falja jetën, investimin që kom bë me ndjenja, që kom bë me lekët, në gjytet mirat para syve, po haron t'i kom bë gjitha, kisha plane për familje, po që ador nga veset këshia, s'ke meritu respekt as një sekund po fjallë pista, ferri është shumë pak për ty femër oportuniste, a e din syn, a e din se mali për ty zdu me ma, a e din syn, a e din se ty ka me ta këthy a i lartë, qofshin aram djenjat e mija, qofshin aram djenjat e mija. Jeni shumë të mirë, nuk e di
se me sa fat ndihem kur më dedikojnë kështu momente kaq të bukura, të brishta muzikore. Ne do bëjmë bisedë tani, por unë do kem përgatitur një insert. Ndërkohë që ne zëm vend aty në këndin ton, le ta ndjekim insertin edhe vazhdoni na ndiqni dhe ju. Ja ku jemi rikthyer këtu në këndin ton, ku ne do të vazhdojmë bisedën, po qeshim në fakt të dy në këto momente, sepse duke parë këtë insert, e para Gerit i pëlqeu vetja, tha sa mirë pas keni bërë, dhe Yrina sa tripe me veten e tij, të cilat ndoshta i kishte harruar. Dhe e dyta mua më bëri përshtypje varianti me flokë dhe pa flokë. Dhe i thash, ua, Geri, thash, gjanë më mirë, thash pa flokë. Jo, tha, thjesht jam. Isha si qerusi me katalanin, shumë kujtohet vetja. Po, nuk e dija, më i lumtur tani me flokë, edhe gjithashtu, thash edhe që isha edhe 30 kg më parë, se kam qenë shumë i dobët, them drejtën. Po, megjithatë, s'ka gjë që nuk arrihet. 30 kg. 30 kg. Dhe edhe fjalën që sot e ke nisur dietën, është e vërtet? E dhash fjalën edhe Jaku po e jap tu zyrtarisht, po. Po. Të shohim deri nga viti i ri. Po s'pati efekt, pastaj do vazhdojmë program. Po çfarë ke vendosur të bësh? Them drejtën vetëm ecje. Do dalë shumë për ecje. Edhe po mirë, një gjë është dhe kjo, po mund të kishe bërë dhe një çik më tepër, tipi çik palestër, ose në një gjë. Po, kam përshtypjen që duhet të bie pak që të filloj palestrën pastaj. Pra duhet ta nisësh me ecjen. Kam përshtypjen që po. Sepse thjesht e kam të nevojshme. Qa ore ke vendosur ta bësh mëngjes, ndarkë? Masdite, gjithmonë masdite. Nuk të del gjumi mëngjes, punon deri vonë në studio? Jo, më del gjumi mëngjes. Faktikisht kam fillu të kem orare, dhe më thënë ta kem atë scheduling shumë të rrept, sepse para punës në plan të parë kam familjen, pra vesën edhe djalin, dhe më thënë nuk mund tjetë një ditë që unë mos kaloj shumë kohë me ta, sepse ato janë kryesore për mua. Dhe studion e kam me orar, ku shkoj edhe punoj, nuk jam... Ke bërë një orarje përpjekur që të krijosh ritme? Nuk jam në zogë i natës, po. Kështu që edhe zgjimin e kam në ora 6:30, 7, po normal se të çoj djalin në shkollë. Patjetër. Pra e çon vet. Mundohesh të kesh të momentin intim të pjesës. Po shpesh jam unë ai që e çoj. Sa mirë. Do me thënë, me fjalë të tjera i ke hyrë një rutine që normalisht kur ke familje njeriu duhet të uli pak ritmet edhe të ketë më shumë kohë për të përkushtuar. Po, e vërtet, po edhe pse për shumë veta mund t'ingloj keq kjo lloj rutine, sepse sikur kam hyrë asaj jetës që shumica e njerëzve e bën, po mendoj që ishte momenti i duhur, çasti i duhur. Nuk e di, kam thënë me vete që kam goditur titullin e këtij emisioni se shumë njerëz këtu kanë ardhur me një çast të duhur për shumë vendime të rëndësishme që kanë bërë në jetën e vet. Dhe është e bukur kjo gjë se sido që të jetë njeriu kalon me të vërtet shumë dinamika në jetë. Rinia që sigurisht kurse vret mendjen për asgjë, fazat e para të krijimit familjes ku nuk e di akoma se çfarë po të ndodhë, dhe ndoshta kjo faza ku ti ke arritur të krijosh disa balanca dhe e di se ku do të jesh dhe punon për ta patur atë gjë. Shumë e vërtet, po fiksa ajo faza e parë të krijimit familjes. Në momentin që lindi Liani, pra në momentin që lindi djali, unë pata një si tip shkëndije që thash duhet të lëviz të bëj diçka tjetër. Dhe ajo është një nga arsyet pse e lash Shqipërinë, pra që të siguroj aty të diçka tjetër. Ajo është aty u rrita në atë lloj faze. Domethënë aty ishte tamam çasti i duhur për të rritur, për të hequr dorë nga shumë. A ishte i vështirë emigracioni? Nuk mund ta quaj veten, nuk kam qenë asnjëherë emigrant. Kam qenë globalist, sepse ke qenë një ekspat. Le të themi kështu. Tamam, nuk kam qenë emigrant, nuk e kam përjetuar emigracionin. Ndoshta nga që edhe vendi që zgjodha që të shkoj të jetoj, është një nga vendet më të lehta për të shkuar të jetuar, edhe për të punuar aty, por nga krau tjetër është, mund të them, i vetmi vend që ti nuk je kurrë huaj, sepse është i përbërë vetëm nga të huaj. Pra, është i themeluar vonë si shtet, pra Zelanda e Re, dhe respekti që ato kanë për ato individët ose familjet që lëvizin nga njëri shtet që shkoj tek ata është i jashtëzakonshëm, kur nuk bën ndjesh i huaj. E kuptova. Meqenëse të larg,
goxha larg nga Shqipëria, nga jeta, nga rutina me cilët ishte mësuar këtu. Pra nga një komoditet, po themi, që vjen gjithmonë nga familja, nga njohjet, nga qenit personazh publik, një ndryshim shumë i madh, shumë drastik. Po, ndryshim shumë i madh. Po, edhe nga ana artistike, kjo gjithmonë më dhimbte pak ai fakti që pse e lash. Pra pse e lash edhe punën tipit muzikën që unë bëja, si dhe ja bëj, kam përshtypjen që çdo artist ka të nevojshme një pushim. Është shumë e rëndësishme kjo, sepse pastaj fillojnë e bëhen repetitiv. Kam përshtypjen që tregu shqiptar i muzikës, por dhe jo vetëm, është peng i repeticionit, i përsëritjes. Përsëritjes së vetvetes. Pra nuk arrin dot që të kenë një krijimtari pak më interesante duke qenë se janë gjithkohës duke punuar. Shumë e vërtetë. Po ty, për çfarë të vlejti më tepër nga pjesa e krijimtarisë kjo pauzë? Sa vite qëndruar? 6 vjet, po thot si ikën koha. 6 vjet. Pyetja e parë është në fakt çfarë shtyu të ktheheshit pastaj? Sepse kur mendon që 6 vite gati, po themi mund të ishit ambientuar, mund të ndiheshit ndoshta pjesa e atij vendi. Çfarë ju ktheu në Shqipëri? Shumë e thjeshtë. Ne edhe unë dhe Vesa jemi tipa që kur vendosim bëjmë diçka e bëjmë dhe pastaj kalojmë në nivelin tjetër, pra kalojmë në një mision tjetër për jetën tonë. Rasti konkret ishte, pra siç unë shpreha në fillim, kur lindi Liani, ajo që doja unë ishte të ofroja një mundësi dytë atit kur të rritet. Pra si një lloj investime. Por investimi vjen momentin, ajo finalizohet momentin kur ti pajisesh me letrat në dokumentet e dhura dhe nuk e shikoja të ardhmen time aty në atë vend. Do mund ta shikoj kudo në botë. Po më ka, kështu që prandaj morëm letrat edhe erdhëm direkt. E them drejtën e kemi blet nesër me biletat e avionit, patjetër. Pra, morët ato letrat e famshme të cilat asnjë pasaportë shqiptare nuk ta jep atë sigurinë që t'jep një pasaport e huaj. Se di pse në fakt. Më vjen keq nga pak për këtë pjesë, po ja që fakt është ne po përpiqemi të bëhemi pjesë. Kam përshtypjen që jemi pak më mirë se ç'ishim, pra nuk jemi më me ato imazhin e 97-s, edhe kur kërkon Google për Shqipërinë nuk dalin me ato imazhet e vjetra të pazarit të ri, ose ka filluar të ndrojë algoritmi për mirë, po u bëra gati, nuk e di, 2 vjet, 3 vjet, më duket që u ktheva, po edhe mentaliteti nuk është se ka ndryshuar shumë këtu. Kështu që edhe pasaporta në fund ditës edhe po të jetë më e fuqishme, kam përshtypjen që ne duhet të punojmë pak më shumë me veten tonë. Kështu. Geri, ti më thej që unë nuk isha asnjë moment emigrante. Megjithatë, sido që ti je larg familjes, larg suksesit, larg të dritave të projektorëve, nuk flas vetëm për ty, po edhe për Vesën në këtë rast, sepse ajo me të vërtet pati suksesin e saj, punën e saj si këngëtare, hitet e saj që sot e kësaj dite vazhdojnë edhe janë shumë të suksesshme. A ka patur momente të vështira mes jush, apo me jetën atje, apo me situatat të cilat me të vërtet ju kanë bërë të reflektojnë edhe marrëdhënien tuaj, apo edhe ndjesinë e të qenit në një vend të huaj, ku sigurisht nuk e mbështetje. Apo jo? Vetëm të momentet vështira mund të kenë qenë ai momenti kur neve duhet të përkonim me oraret tona, pra se si do të organizoheshim me djalin, që ishte në moshë shumë të vogël. Po tjetër jo, nuk mbaj mend të kemi pas një moment vështirë, sepse shumë detajet vogla janë të hequra automatikisht aty në atë lloj shteti. Pra është ajo që ka diferencën, ato detajet e vogla bën diferencën mes Zelandës dhe Shqipërisë, kurse këtu ato detajet e vogla këtu i gjen kudo. Ti pak më parë po shihje veten në materialin që kishim përgatitur për ty dhe diçka në jetën tënde e niste me një grup, që nga viti 2003 e deri tani, që nga momenti kur Dr. Flori të vuri emrin Big Basta. Big Basta. Fakt, Big Basta se nuk e di historinë pas emrit Big Basta. Po se e kam pas, kam qenë shumë i dhënë pas muzikës, pra pas hip-hopit amerikan. Edhe kam pas idhull një reper që e ka pas emrin Old Dirty Bastard. Ka qenë pjesë e Wu-Tang Clan, një nga grupet ikon të hip-hopit. Edhe tani Old Dirty Bastard një ditë bukur ndron jetë dhe mendova nga që më pëlqente emri Bastard shumë, dhe thash du ta kem unë atë. Edhe faktikisht kam bërë një pjesëmarrje me atë emër arti në një kompeticion
Dhe kur do shkruaja një kompeticion tjetër, doktor Flori më tha, të lutem, tha se është pak më serioz sa ky kompeticion, kështu që mundohu ta ndrosh emrin. U si do ve? Big Basta dha. Ai ai kishte menduar. Ai ka qenë me të vërtet larg pamës Jashtëzakonshëm. nga ana kreative, ka qenë një nga njerëzit që do t'i mungoj më shumë për mendimin tim dhe i mungon muzikës shqiptare. Dhe i mungon, që është e vërteta. Fjalë jashtëzakonshëm në talentin e tij dhe sigurisht dhe për gjetur dhe emra dhe për të vënë në pah talente. E kupton që nga ai moment që atëherë deri tani jemi bërë të dy me syze? Po, unë bëra para 2 javësh. Kisha... Kështë i ke për mod? Jo, nuk i kam për mod, kam pas probleme për të shikuarit nga larg. Pra më bënin kështu si hije, edhe kur shkova pastaj thash, okay, do vizitohem. U pa puna. Kisha vite në atë lloj gjendje. Dhe kur tha, jo, thot i ke problem cilindrin, tha, kështu që duhet patjetër syzet. Po cilindri fatkeqësisht nuk rregullohet as me lazer, as me asgjë. Kështu që do jem po më shkojnë. Të shkojnë me vërtet, dukesh interesant, dukesh karakter. Edhe pyeta Vesën para se të vija këtu i thash, shkoj me syze, i thash aty apo ti ai syze. Jo më thash shkoj e provoj edhe si do ketë impakt. Dhe në fakt më bëri përshtypje sepse nuk të kisha parë ndonjëherë me syze dhe prandaj të ngacmova pak, më tepër e kisha në thelbin që kanë kaluar shumë vite, gjërat kanë ndryshuar, ti e rritur. Nga ana artistike, në çfarë faze ndjen veten tani? Po, domethënë, tek inserti që juve kishit zgjedh, vetëm një këngë ishte e vjetër. Pra nga ato para erës së Zelandës. Dhe po post kthimit ishin pjesa tjetër e këngëve. Çfarë do thotë që erdha me një synim të saktë që të rikrijoja atë unin tim, edhe imazhin tim, për të mos nga fillimi, po në një fazë tjetër duke rritur cilësinë edhe të teksteve, që është shumë e rëndësishme, sepse para se nisesha fillova të bëhesha repetitiv, edhe ishte shumë vrastare. Dhe më pëlqen se tani po flas për tema të ndryshme, edhe flas pa doreza. Edhe është gjë shumë. Pjekuria personale, profesionale është në një nivel të tillë që ti mund të jesh i qetë për të thënë mendimin tënd. Të shprehesh. Po, dhe nuk do të thotë tani në fund ditës nuk do të thotë, me vërtet jam reper, por nuk do të thotë që hip-hopi më pëlqen si muzikë më shumë se sa tjera. Do të dëgjoj edhe shumë këngë të zhanreve të ndryshme. Po aty e gjej veten që të shprehem, pra aty e gjej veten që të shkruaj, se do të shkruaj sa më shumë dhe të shprehem sa më shumë. Pra ke një ngarkesë, po themi artistike, që e ke akoma duke e shprehur. Në një farë forme, por është edhe më e pranueshme në rast se do të kritikosh rangjet më të larta të shoqërisë të ndonjë vendi, po në rastin konkret të Shqipërisë, hip-hopi është ajo perfekte. Që e perfekte. Shiko, ti e njohe Vesën në një reality show. Pra ju njohë tek Dancing with the Stars, aty u lidhët, aty patët historinë tuaj. U riktheve në Shqipëri dhe vendosë të shkosh prapë në një reality show. Po. Ç'mendim pati Vesa për këtë pjesë? Vesa më suportoi, kisha suporti maksimal nga ajo, po normalisht në fillim ishte me ato dyshimet e veta që jo, po sikur nuk është mirë, po në fakt që shkova te ai reality show, ishte se cilësova si e treta e vërteta. Kisha 2 ftesa nga reality show tjetër, edhe kur më erdhi kjo e treta, thash, okay, ky është sinjali i bukur, është e treta e vërteta. Është momenti i duhur. E shijove apo ishte e lodhshme, e bezdishme? Si është jesh brenda një reality? Rasti im është pak më ndryshe, sepse siç e thash, pasi mora ato ftesat nga reality show të tjera, unë jam njësa që të hulumtoj, pra, dhe të shikoja 24/7 që ndodhte, të psikologjisë pak se si këto i organizojnë lojërat brenda për brenda, a ka ndonjë, domethënë, a ka të stisura, apo janë reale, apo dhe çukurira eca me mendimin që dera është e hapur, në çdo lloj momenti. Mund tiki. Nuk ka nevojë të jemi i detyruar edhe. Po, në një farë forme, se kontratat çoç të detyron pak. Por vetëm me këtë mentalitet, me këtë mendim hyra, po doja që të bëja qef. Po çfarë është ajo? Doja që të bëja qef. E shijova, edhe pse me plot gojë them që kasti që kemi pasur aty, shumica e kastit që kam patur aty tek reality show që unë bëja pjesë, mund të ketë qenë një nga kastet më të vështira, shumica e atyre që kanë qenë,
ose një pjesë e mirë, mund të ketë qenë një nga përzgjedhjet më të vështira mbase jo të duhurat, por për shkak të mesazheve dhe të sjelljes që ato kishin, agresiviteti që pasqyronin saktësisht shoqërinë shqiptare çfarë është sot, nuk kemi ku t'i shpëtojmë asaj gjë, por nga krau tjetër mua mu deshën shumë. Sepse me karakterin tim e tipin tim doja që të nxirrja pa atë të vërtetin që unë jam, edhe këto të binin sy që ishte një grup jo i këndshëm për t'u parë. Arrite ta nxjerrësh veten tënde në pa? Mendoj se po, sepse fitova çmimin, kështu që mendoj që ajo ishte arsyeja kryesore. Më tepër nuk flas për çmimin, flas unë me ndjesitë e tua personale, se sigurisht ajo që ka qenë publike me të vërtetë e kemi parë, por ka patur në një moment aty brenda kur ti me të vërtetë ke thënë që shiko, se ti po përmendje pak tani që edukata, mënyra se si njerëzit sillen, sfidat, ku ti ishe gati të dorëzohesh, edhe çfarë të shtyu të mos dorëzohesh? Ka virus, ka edhe antivirus, doja të isha antivirusi. Kështu që ajo më shtyu të mos dorëzohesha. Fedora, shumë e rëndësishme që, siç e thash, unë ndryshova kur lindi djali. Kështu që çdo gjë që ne bëj për djalin tim. Që ai është antivirusi, edhe çat kulture ose çfarë lloj, domethënë çfarë mesazhi do jepja djalit tim në rast se unë do dorëzohesha përpara idiotësirave që ndodhen aty brenda, për shembull nga karakteret e ndryshëm. Thjesht, do i thoya djalit që kur të shkosh në shkollë, edhe kur mundohen të tjerë të flasin keq, ti duhet ikësh, duhet ikësh nga shkolla, do ta lëm orën e mësimit, të shkosh të qash në shtëpi. Nuk jam tip qaramane. Kështu që ajo më shtyu, po s'kam pse. Vesa thot që ti je shumë romantik. Kush është gjëja më romantike që ke bërë ti për të? Propozime. Ha njerë, si ka qenë? Propozime, në 2012, kati fundit Kulla Eiffel, në ora 12:12 minuta. Kaq bukur. Kaq shumë e ke kërkuar dhe e ke projektuar. Ishte shumë e thjeshtë për të realizuar, po e vështirë për të kapur atë timingun e duar, atë kohën perfekte. Kto duhet ketë qenë atje në maj të Kullës Eiffel, në 2012, ishte se Parisi është dramë, që ndonjëherë nuk të lënë të ngjitesh atje lart, sepse nga që ka erë dhe ajo tundet shumë, si a dole. E kisha programuar normalisht, ka bërë telefonata më përpara dhe më kisha siguruar që është okay, do jetë e hapur, po e kisha edhe punën e sigurt aty. Se në majt Kullës normalisht s'ka se të thotë jo. Kështu që të bëj shaka, për te shakave, po... Jo, edhe më të thotë jo se. Edhe, po, është shumë vend i bërë, është vend romantik, apo, Parisi. Ashtu është, vend më romantik. Zgjodha atë majën e romanticitetit. Në mos në 2012, kur ke qenë ti me të vërtet, ka qenë një vend që jo të gjithë arrinin të kryenin dhe të bonin gjërat kaq me detaje dhe kaq të bukura, që me të vërtet fiton. Fiton Po, janë edhe shumë thjeta, shumë gjëra, po kam përshtypjen që nuk duan vetë që t'ja bëjnë femrave të veta apo të njëjtën gjë ose dashurisë vet. Duhet që ti heqim pak këtë petkun e komplekseve që kanë, sidomos meshkujt shqiptar. Duhet ta shprehin vetëm, pse jo? Dashuria juaj është shumë e bukur në fakt, edhe unë Vesën e kam shumë gjanë. Është një njeri cilin e kam ndjekur shumë herët dhe ajo është një shpirt shumë i bukur, për vetë se një artiste e mirë, është me të vërtet një vajzë shumë solare. Si i ndani momentet me Liamin? Kush janë momentet që ju sjellin më shumë së bashku, që i shijoni, ndonjë sport, ndonjë udhtim, apo momentet në shtëpi? Kush janë ato momentet që me të vërtet ju të tre ju sjellin bashkë në familje? Ne kemi krijuar të lloj familje që po ta mbash mend filmin e Roberto Benigni, La Vita e Bella. Sa i bukur është shpesh për atë film. Dhe mënyrën se si ja interpretonte qoftë edhe më të keqen djalit vet, ajo ishte për t'u adhuruar. Edhe mendoj që edhe unë edhe Vesa jemi po të njëjtën. Këtë mënyrë keni zgjedhur. Këtë mënyrë kemi zgjedhur. Pra djali le ta ketë film të bukur familjen e vet. E kemi si kursh që ai duhet të ndihet aq vjeç sa është, jo të bëjmë jo të arrisim para kohës, sepse familja është shumë e bukur, nuk do i vi më. Është vërtet. Shumë e rëndësishme kjo.
Pra nuk lejojmë, jemi pak strikt në këtë pjesë. Në këtë pjesë. E ta shijoj fëmirin e ti. Ai duhet që ta shijoj. Nuk lejojmë këto gjërat ose këshillat e parakoshme, qoftë edhe të prindërve. Të gjithë që t'japin mend. Gjithë që t'japin mend, po. Keni zgjedhur mënyrën tuaj të prindërimit. Si po shkon pasioni jot me radio, siç edhe e pam në insert, ti po vazhdon, ke qenë dhe po vazhdon gjithmonë pjesë e tani e drejtuesi Radio Wave. Radio Wave, po. Si duket kjo? Radio është në krizë apo me të vërtet njerëzit kanë akoma interes për radion? Ajo është një startup shumë interesant, si radio e re që është, dhe unë kam menduar që të shkoj në një, do të pozicionohem me kahun e epokës që ne po jetojmë. Pra, për momentin kemi ndërtuar 4 karaktere AI të inteligjencë artificiale, që janë prezantues full time aty në radio, përveç prezantues të tjerë që kemi. Përveç atyre të vërtetëve? Përveç atyre të vërtetëve. Dhe nga janë edhe 6 radio tjera në botë që e bëjnë këtë, po jo me prezantues full time, pra po flasim për nivel botror, pavarësisht se është një diçka shumë e komplikuar në vetvete, po është e thjesht për tu realizuar ose për ta pasur, për ta huazuar si ide. Kjo po më kënaq tani për momentin. Pra në moment që do ta fus në atë hartën e radiove që dëgjojnë worldwide globale, atëherë kjo është edhe kam pasion, më pëlqen shumë. Më pëlqen të drejtoj një radio, pavarësisht se është radio generaliste, përpara kam drejtuar një radio të profilizuar, që ka qenë vetëm për muzikën hip hop dhe ajo ka qenë e para në Ballkan. Po nuk të vjen pak keq e le si projekt atë apo? Po, shkova në Zeland, nuk më vjen keq fare. Nuk i vjen keq për asnjë gjë që ka bërë në jetën e vet dhe kjo është gjë më e mirë. Çfarë do të mendoje? Jo, është e vërtet në fakt. Kurioze jam, nëse nuk do të ishe bërë reper, çfarë do të ishe bërë sepse deri tani sidomos të pjesën menaxheriale më duket se e ke pikë shumë të fortë. Po, më pëlqen edhe sociologjia, më pëlqen shumë. Sepse për atë kam mbaruar. E ti pra po, nuk është se e ke përdorur ndonjëherë, përveç se le të themi në punë, pra në marrëdhënie me njerëz, nuk është se edhe në këngë kam përdorur shumë sociologjinë, sepse prandaj kam zgjedhur dhe hip hopin që të shprehem. Po si menaxher jam shumë i butun. Nuk jam shumë i rrep, nuk besoj shumë te rreptësia. Ndoshta sepse atë qasje nuk e kam dashur të tjerë ta kenë ndaj meje. Kështu që si thotë ajo shprehje famshme që bëj të tjerëve ato që ti do që të tjerë ta bëjnë ty. Po edhe kështu kam zgjedhur që të jem shumë i komunikueshëm, plus edhe eksperienca që kam pas ande më kanë ndihmuar shumë që të jem akoma më shumë i komunikueshëm. Pra kur ka një problem në staf, ulemi e bisedojmë që të gjithë. Pra një farë forme është një ambient shumë i këndshëm. Që ka folëm shumë gjatë për familjen tënde, për punën tënde. Nga stafi më kanë thënë që ti ke një marrëdhënie speciale edhe me motrën tënde, Erionën. Çfarë të vjen në mend kur sheh fotot e fëmijërisë? Çfarë të kujtoj? Momentet fëmijëria ime ka qenë shumë e bukur. Unë mbaj mend vetëm kohë me diell, ja edhe kjo të sheshit Skënderbej i famshëm. Ai Maçoku Silvestra me Kalin, po. Sa vjeç je aty, 4 a 5? Kam përshtypjen që 4 vjeç, 4 vjeç, më shumë jo. Kurse Eriona ka qenë si mentore. Edhe Forda kur se është ka një humor të papar. Kur fitova te ky, kur fitova te ferma. E kishte thënë Vesa se Eriona thoshte gjithkohës, dëgjoj, ai do rri deri në fund do ta fitoj, më e mend se Vesa ishte gjithkohës në stres, në ankth. Që jo, po nuk e tham mirë këtë, nuk e bëni. Eriona thoshte rri se e kam stërvit vetë me durët e mia. Se ka qenë motra e madhe, normalisht, se vetëm atë kam, po nga krau tjetër edhe e rrept e këndshme, po edhe me shumë humor. Ajo ngja më shumë babit. Ashtu e kam babin, identik. Motra është identik. Ti ke marrë nga mami? Po, unë kam marrë nga mami. Se unë kam qenë çuni mamit, merrte mami me vete non-stop. Qa të bëjmë? E mirë, kjo të ka bërë më romantik në raport me marrëdhënien tënde në familje. Çfarë vjen pas projektit Stim ke Braktis? Projekt i ri, album, diçka tjetër, ku jemi në këto? Pas Stim ke Braktis, ajo mori hoftë jashtëzakonshëm, edhe për faktin që ishte bashkëpunim me Lyrical Sound dhe MC Creation,
emrat më të mirë edhe më të lakuar të skenës hip-hopit shqiptar. Dhe për mendimin tim ato janë edhe në botë mund të jenë shumë lartë. Dhe pata projektin me Elizabeta Janashin, edhe ajo një përpunim i këngës tani jam mbi 40 vjeç, në moshën e pjekurisë. Si qelës suksesi këto, këthimet në Po se hip-hopi kjo është Vlora, edhe këto producentët e hip-hopit, sidomos amerikan ose europian, bitet i ndërtojnë në bazë e një sampli, pra sampli marrë një këngë të vjetër, edhe shumë super hite janë këngë të vjetra të ripërpunuar. Kjo është pjesë e kulturës, ne nuk i shmangemi dot. Këto kotë bëjnë sikur bëjnë dumca, sikur shpikin rrotën, po ne duhet t'i përmbajemi rregullave. Kur merrem me hip-hop, duhet t'i përmbajemi rregullave të asaj gjë. Kështu që ti po vazhdon dhe po merresh. Që unë i përmbahem rregullave. Geri, ishte kënaqësi shumë e madhe për mua të të kisha këtu, kënaqa, do më bësh shumë falavesësh, do ma puthësh djalin. Patjetër. Dhe uroj dhe shpresoj të shoh shpejt me projekte të reja, sepse të ke akoma shumë për dënë, edhe kam përshtypjen në boll bëre pushim. Tani shtroju punën. Jo, nuk kam pushim. Po shumë faleminderit. Sinqerisht po them, u ndjeva. Por nuk do ta mbyllim kaq kollaj, sepse në fakt kemi një video mesazh për ty. Duhet që ta ndjekësh pak atë video mesazh. Ka një përshëndetje. Me kalimin e viteve, njeriu kupton që ka shumë vështirë që në jetën e tij të fusi miq të rinj, shok të rinj, dhe aq më tepër të rrisi hapësirën e bashkëpunimit artistik. Geri ose Big Basta këtu e mbi 20 vjet përpara ka qenë një mik i mirë, një shok i mirë dhe mbi gjitha një artist, një bi-rapper do ta quaj, i cili guxoi dhe solli një frym totalisht të re, gati revolucionare në tipologjinë e re të bërit hip-hop apo tematikave që ai trajtoi dhe pastaj solli në tregun muzikor. Personalisht, po mendoj jo vetëm unë, po i gjithë publiku, periudhën e tij që të shkëputjes, le të themi, u ndje në treg tonin pak të çuditshëm. Kështu që unë jam shumë i lumtur me rikthimin e Big Bastës, shoku tim, miku tim tjetër dhe mbi gjitha një artisti që nuk është vetëm një njoll në të gjithë këtë det të madh, por një faktor decisiv. Gero, ta gëzosh. Doja ta mbyllja në fakt me këtë video mesazh, sepse sado fjalë që temun është mirë që një mik i joti, që një artist i njohur dhe një djalë me të vërtet me i botë shumë bukur si Castro, thoshte fjalët e tij për ty. Edhe nga Castro, sidomos, e thënë nga ai që në vlerësoj shumë, jo vetëm si mik, po edhe si artist. Castro është një milion, për të mos thënë 100 milion, edhe jemi shumë e fat që i kemi Castro. Është me të vërtetë, është një djalë i jashtëzakonshëm. Ka një mendje brillante, kështu që shumë faleminderit edhe për këtë video mesazh. Më ndihem mirë. Faleminderit. Qëndroj fjalës që doja të thoja çfarë që jam dirë si tamam si në shtëpi. Faleminderit. Edhe më pëlqen shumë. Shumë atmosfera mrekullueshme. Faleminderit, edhe unë kënaqja. Mirë, ne duke përshëndetur, e përshëndesim Gerin, ta lëm tani të ikim, ne do të shkojmë në hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak, mos u largoni.